Pas një periudhe suksesi dhe shumë komente që lidhen me paraqitjen e saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Sara Kolami është gati të zhytet në një aventurë të re televizive që të ngrijë lart ndjenjat dhe emocionet e publikut. Bukuroshja e njohur tashmë ka arritur të fitojë zemrat e shumë njerëzve, jo vetëm për karakterin e saj të fortë dhe personalitetin e veçantë, por edhe për prezencën e saj të jashtëzakonshme në ekran. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë, ajo arriti të krijojë një lidhje të fortë me publikun, duke qenë një nga personazhet më të pëlqyer. Ndërsa pas mbylljes së dyrave të shtëpisë, media ka spekuluar vazhdimisht për çdo hap të saj. Sara është kthyer në një figurë të rëndësishme dhe të ndjekur në rrugët e Prishtinës, ku është parë shpesh duke shijuar jetën e saj të përditshme. Paparacët kanë ndjekur çdo lëvizje të saj dhe kështu janë formuar shumë spekulime për jetën e saj personale dhe për marrëdhënien e saj të mundshme me Drinonin, fituesin e shtëpisë më të famshme në Kosovë. Kjo ka bërë që emri i Sarës të jetë ndër më të diskutuarit në mediat e Kosovës, por gjithashtu edhe në Shqipëri. Megjithatë, ajo ka zgjedhur të mos bëjë shumë burr rreth këtyre thashëthemeve, duke preferuar të fokusohet tek pasionet dhe projektet e saj profesionale. Dhe tani, një ndër projektet më të mëdha që ka përgatitur është emisioni i ri televiziv me titullin Supernova, i cili do të nisë shumë shpejt. Ky emision është një përpjekje e re, ambicioze dhe shumë premtuese, e cila do të sjellë një përvojë të paharrueshme për audiencën. Në këtë projekt, Sara Kolami do të ketë një rol udhëheqës ku do të drejtojë një gardë stilizuar që lidhet ngushtë me modelizimin, trendet dhe industrinë e modës. Përmes këtij formati ajo do të sjellë në skenë shumë konkurrencë dhe një atmosferë të ngjeshme me emocion. Për Sara Kolamin, ky është një hap i rëndësishëm në karrierën e saj, duke e pozicionuar si një udhëheqëse të fuqishme në industrinë e modës dhe televizionit. Supernova do të shfaqet shumë shpejt në ekranet e televizioneve në Kosovë dhe premton të jetë një nga programet më të ndjekura dhe më të komentuara të vitit. Me Sara Kolamin në drejtimin e tij, ky projekt është gati të shndrohet në një spektakël të paharrueshëm për audiencën.